Dhe kjo situatë ndodh deri kur lajmërohet revolucioni islamik në Iran, flasën fund vitit 79 realisht. Si dhe lufta në Afganistan. Në ndërkohë, për shkak të rrethanave në Egjipt, na lindë edhe Egjipti ishte Piemonti, na lindë edhe vëllezëria muslimane me Hasan Albanën e Sejid Kutubin, të cilët pra ishin anti sekularizëm. E trajtonin Egjiptin si der al-Harb, shtëpi të kaosit, sipas tyre gjithkund ku nuk dominon shariati është bote e kaosit, po më parasysh është shtet musliman apo shtet krishter. Dhe me ekzekutimin e Sejid Kutubit, pastaj dhe luftën ndaj vëllezërisë muslimane, ata largohen në Arabi Saudite. Arabia Saudite në këtë kohë ishte në ngritje sipër, për shkak se trashëguan një shoqëri primitive, por me të ardhurat e natës gradualisht forcohej. Deri në këtë kohë Arabia Saudite, për shkak se nuk ishte akoma lojtare e lindjes së mesme, kishte marrëdhënie shumë të mira me Iranin. Edhe Irani ishte sekular, që të dy këto shtetet së bashku me Turqinë ishin pro-amerikane në lindjen e mesme. Në ndërkohë Turqia, po flasë vitet 50, 60, 70, kemalizmi kish bë që shoqërinë turke ta kap një farë manie evropiane, manie perëndimore, gjithçka Evropa ish pozitive, Evropa Mali, Amerika gjithçka ish pozitive, dhe në këtë frym pra çdo prind që kish pak mundësi mi shkollu fëmijët e tyre, i shkollonte në shkollat perëndimore, private. Dhe me kohë i krijoi kuadrat e veta, pas në vitet 90 të gjithë politikanët dominantë të Turqisë, Tanqushiler, Qem, që ishin, të gjithë ishin të shkolluar o në Amerikë o në këto universitetet e Evropës perëndimore. Pra, në vitet 90 përsëri kthehet Turqia si një fuqi dominante në botën muslimane. E kemi Iranin, natyrisht është Egjipti me gjithë ato problemet që i ka, dhe është Siria dhe është Saddam Husseini, sidomos me luftën me Iranin, filloi edhe të marrë ndihmë nga Amerika, për shkak se Irani me revolucionin islamik u bë shteti më armiqësor anti-amerikan atje. Dhe flas, siç e dim, pastaj edhe lufta në Afganistan. Lufta në Afganistan, për shkak se ishte Bashkimi Sovjetik, filluan edhe Evropa perëndimore, agjenciet e inteligjencës, për shkak se s'kish alternativë, të investojnë në islamin, siç ju referohej atëherë, islamit burimor, selefizmi, sepse nuk kish filozofi tjetër me të cilën mund të mobilizonin luftarët. Pra bathizmi është miqësisht i orientuar nga Rusia, Bashkimi Sovjetik, komunizmi është vetë Bashkimi Sovjetik,
Pra me demokraci, bota arabe nuk kish fort njohuri, edhe keni parasysh Islami, vllazëria muslimane ishte kundër demokracisë, sepse demokracia është shirk, nuk sundon ligji i Allahut. Pra ngeli vetmja ideologji me të cilën mund t'i kundërvihen Bashkimit Sovjetik Islami. Dhe natyrisht se Arabia Saudite ishte vendi kryesor për faktin se aty si rrym zyrtare është vehabizmi apo selefizmi. Kjo daton që nga 1744 kur Abdel Wahabi me Bin Saudi njërën vesh për t'i bashkuar në Hijazin. Lufta anti-osmane. Dhe një marrëveshje tillë sot asaj dite respektohet pra religioni me monarkinë janë simbiozë atje. Që bimbazin gjithë udhëheqësit fetar në Arabinë Saudite janë nga shtëpia e Abdel Wahabit El Asheik familja. Dhe me kopra në del vehabizmin në fuqi, si zhdihet vitet të dhejta, Rusia Sovjetike dorëzohet, pastaj ngelin gjithë këta farë ushtartë që të gjithë ishin me ideologji selefiste, me atë islamin burimor, islamin e këtyre shokëve të profetit Muhammed dhe gjeneratës 2 e 3, pra të selefe të bjenve, si që thuhet, islami burimor, islami pa bidate. Dhe pasi që përfundon lufta me Bashkimin Sovjetik, ata shpërndahen gjithandej. Po ke parasysh se edhe vitet të dhejta shumë talebe, shumë shkolla fetare u hapën në botën perëndimore për t'i motivu rinin për t'u paraqit luftar në Afganistan, që ki shumë metar që shkuan nga bota perëndimore, sidomos nga Franca, Britania, për shkak të popullatës muslimane që ishtë këtu. Unë kujtohet vitet 90-ta, vokabullato, ligjeratat islame, thëja vetë në veti, ajo në veti këta çfarë flasin ka qeni për Abu Hamza Padur, një imami xhamis këtu në Finsbury Park, në ligjeratat e tij thonte se nëse një kufar e viziton botën islame, kufar është çdo jo musliman, ke të drejt me lidhë si lopën, ndesh vrajë, thonë të ndesh që e shqite si sklavi. Këso farfjalime mashin, këso farligjerata bëheshin në perëndim. Ka qenë edhe një farë Angjim Çodri edhe ai po ashtu. Tashti janë të gjithë burgosur për jetë. Ka qenë edhe pastaj fillun këto fërkimet me këta imamët 12, si u thojnë, imamët e Shia. Ishte këtu një farë Yasin El Habibi, ai ekstremi tjetër i Shiave, i quante homoseksual, këta halifet e para, Ebu Bekrin, Umerin, Osmanin, sepse ja kishin zonë vendin Aliut, ai do duhet të ishte halife, sepse halife e Resulullah, pra zëvendësi pejgamberit. E tjera thea, pra, ke parasysh kjo infrastrukturë, pastaj bëri që të shpërthej Siria, të shpërthej pranvera arabe, në Libi, në Egjipt, dhe natyrisht se ato shtete tashmë për shkak të problemeve organizative që i kanë nuk janë
nuk janë dominante në botën islame, ato shprasira i kanë plotësu qoftë Turqia, qoftë Arabia Saudite, qoftë Irani, varësisht terrenin ku e influencojnë. Prandaj, çdo dobësim i Iranit duhet ta kuptojmë se këtu do të përfitoj Turqia për shkak të marrëdhënieve historike që i ka Turqia me Iranin. Dikun 20 milion azer jetojnë në Iran. Azerët janë popull turkik, në Azerbejxhani e pjesë atje. Nëse e flet turqishtën, e kupton azerishtën. Edhe nëse e flet azerishtën, e kupton turqishtën, pra janë gjuhë shumë të afërta mes tyre. Pastaj ka dhe një traditë sufiste që shumë e respektuar edhe në Turqi, po edhe në Iran, përkundër faktit se kanë qenë të ndaluara apo janë të ndaluara. Dikun 10% të sufizmit janë në Iran. Në Turqi pothuajse çdo figurë e rëndësishme historike, politike, edhe tashti ka lidhje me sufizmin, për shkak se perandëria në origjinë ishte sufi. Pra Osmani, qoftë me Ertugrulun, babajnë e tij qoftë me Sulejman Shahi, pa të gjithë ishin sufi, ishin edhe fëmijët e tij, Orhani i parë, Murati i parë, Bayaziti, fëmijët e Bajazitit, Murati i dytë, Mehmeti i parë, deri te Selimi Javuzi. Selimi i parë, perandëria ishte sufi. Pra edhe Skënderbeu ishte sufi, nuk ishte sunni. Dhe gjithmonë për shkak të ciklit të mbyllur kjo klasë e skleverëve, jeniqerëve të sultanit, ishin sufi derisa Mahmuti i dytë nuk i shkatroi në 1847 ishte ajo sunni që u bë. Sido që të jetë, pra duke patur parasysh edhe sufizmin si një urë ndërlidhëse mes turqve, turqit pra islamin e morën në Iran, nëse edhe neve, pra edhe këtë mund të dëshmojnë edhe me vokabullarin islamik. Namaz nuk është arabisht, po shpesh abdes e tjera tjera. Pra për shkak të historisë sigurisht se pa ndonjë problem gjithë atë vokum që do ta lejë Irani në lindjen e mesme, për shkak të dobësimit të saj, do ta mbuloj Turqia, qoftë në Levant, qoftë në Siri, qoftë në Arabia Saudite mund të ketë së shpejti bombën bërthamore. Po këtu është edhe ajo, këtu deshta të vi. Pra dobësimi i Iranit përfiton edhe Arabia Saudite, sepse gjithmonë e ka pas, sidomos nga vitet 90, kur u acaruan këto fërkimet mes Shia dhe Sunit, dhe gjithmonë janë pa me sy armike. Plus saj afrimi që nga ardhja e Ivan Khomeinit në Iran ishte shumë pro-rus sa pro-sovjetik sa amerikan, për shkak se armësia ndaj Amerikës kështu by default e bënte Iranin pro-sovjetike. Është interesant edhe me kinezët, përkundër faktit se edhe më tutje ndaj ujgurëve musliman vazhdon diskriminimi atje. Asnjëra nga këto shtetet nuk e përmendim situatën e ujgurëve. Edhe Arabia Saudite, sepse edhe Arabia Saudite për shkak të rrimëkëmbjes ekonomike, sidomos këto dy decenët e fundit të Kinës, ka fillu të ketë një farë marrëdhënie më të mirë me Kinën, natyrisht për përfituar nga tregtia me Kinën, që produktet kineze janë më të lira se këto perëndimore. Pra,
Tashti kjo bomba atomike është ka përflitet shumë këtu, sidomos Perëndim, se Irani megjithatë ja ka rrit me ndihmën e kinezëve, ashtu siç kanë bërë kinezët në Indi, ta ketë bombën atomike. Mbase jo finale, po shumë afër. Kjo është një konspiracion, domethënë është shumë përflitet. Tani kë kemi me bomba Izraeli, Pakistani, Arabia. Po këtu është, Pakistanit shumë i ka ndihmu Arabia Saudite për ta kriju, me ndihma financiare. Pakistani e bëri me njëherë pasi që India, për shkak të Indisë për ta majtë ekuilibrin. Tash nëse Irani e ka bombën atomike siç po përflitet, apo është shumë afër ta bëj, natyrisht duhet Arabi Saudite për shkak të rivalitetit. Po nëse Arabia Saudite e bën, e ka dhe Izraeli, Turqia është e pakuptim. Po është e pakuptim për shkak të rëndësisë së saj strategjike dhe politike që ka dhe me Evropën. Kush do të bombë për ta marrë vendos Trumpi? Po jo, vendos interesi. Dakor, është e vërtet se Erdo ka këtë kompleksin e sultanit, do të futet atje në histori barabar me Mehmetin e parë atje, me Mehmet Fatihun, me Sulejmanin e Madhrishëm, me Selimin e parë tjere, këto ambicie i ka. Por shoqëria turke është kolorite. Tashmë kemi një parti të re, një parti e krahut Kemal Ataturkut, Azel, që ishtë një pijoni, kish prindrit me origjinë nga Presheva dhe Shkupi. Nga do të Po, dhe po unë them, gjithë këto shqiptarë, gjithë këta turqit e bardhë, ja janë shumica absolute, ja janë slavë, ja janë shqiptarë, tjerë s'ka. Po dominant janë shqiptarë. Ne kemi debatin e fundit për Odisen që na është i kthyer, po për rrënjët tona, kështu që kudo kemi. Po prandaj po them që du ta kuptojmë edhe këtë për ta kuptuar pra politikën e Sultan Erdos, që heste gjëzdiste, si që themi neve atje, gjëzdiste dorë për dore me ashikun e tij me Trumpin, kohën kur bombardohej Irani, dhe nga ana tjetër, pra gjatë samitit të Ankarës, e nga ana tjetër gjithë mediat e kontrolluara të Erdos, qoftë Hürriyeti, qoftë Sabahi, Daily Sabah, gjithë këto që Erdo i kontrollon, janë pro-iraniane. Bile shpesher kur i lexoj ato që i shfletoj, mbas disa dite i dëgjoj disa analistë tonë shqiptar ka flasin në atë frymë se si Irani është i pa kështu është e pamundur Iranin me mposhtë, Irani po fiton shëbaja, po humb XFR broçkulla. Uti që betejat janë të u bo në New York, në Washington, e jo në teritorin e Iranit. Po fakti që Arabia Saudite mund të ketë së shpejti bombën bërthamore, si i vendos paqe, qoftë edhe përkohshme në lindjen e mesme, qetësi më saktë? Po shiko, sepse është kjo afare filozofia këtij McNamarës. Nga ajo filozofia, po doktrinë është akoma, ajo e ka mbajt, si që themi, botën pa luftra me bomba atomike. Si quhe, shkatrimi i sigurt i ndërsjellët, ka që është doktrinë nga kjo farë kriza Kupës, 1962, e këti senatorit Robert McNamara, ku nëse njëra palë e përdor bombën atomike, pastaj pala tjetër ja kthen. Kështu që
sado po kjo ka qenë edhe filozofia e Kilvit, e këtij qelisë britanike në CIA që ja japin informatat për bombën atomike Stalinit. Por mos ta pas monopolin njëra anë në atë kohë ishte pra SHB-ja. Por që të dyjat për ta mbajtur ekuilibrin. Pra ekuilibri ndryshe smahet kundër armiqve apo rivalve. Prandaj unë them se nëse duan njohje nga Serbia, çfarë do të qoftë ajo, duhet të armatosen. Duhet të armatosemi, Kosova mjaftueshëm për të sulmu të paktën vendbanimet që i kemi për rreth Serbisë, territorin Serbisë. Përndryshe, ta shohim se si ta shohim këtë historinë që kishin me Kroacinë kur ish Jugoslavia apo Serbia, Serboslavia e fuqishme, armata popullore nën komandën e SR-ve, bombardohej edhe Spliti, bombardohej Dubrovniku, bombardohej Zara, bombardohej edhe Zagrebi. Ke parasysh, po kur u forcu Kroacia, siç vetëm ajo ndodhi traktoriada. Për momentin në Serbia, Kroacia mund t'i përgjigjet të Serbisë, aq më tepër dhe me Rafalet në që po shiko, kur u dorëzu Miloševiqi, ka qenë edhe përdor edhe si cinizëm, ka qenë ai farë kërcënimi për bombardimin e urës mbi Çukaric. Është që e lihet Beogradin e ri aty. Dhe aty u dorëzu Miloševiqi, që i bie se ura mbi Çukaric ishte më e rëndësishme se sa Kosova. Ke parasysh, Serbia sillet ndaj Kosovës e arsyeton me si të them kështu, demagogjinë historike, e din shumë mirë që nuk qëndron ashtu, por e di që është më e fuqishme HPR, prandaj edhe sillet si ti. Se sikur të ishte Kosova aq e shenjtë për Serbinë, nuk do të dorëzohej për 78 ditë sa zgjatën bombardimet. Nuk do të dorëzohen. Shqiptarët që ndruan nëpër male, shtëpit ju kallnin, ju shkatërroheshin, ju bombardoheshin, me fëmijë rrinin me mujtë të tëra nëpër male, në shije, në bore, sepse s'kishin ku me shku, sepse Kosova ishte tyre, shtëpia tyre. Po ta trajtonin edhe Serbia Kosovën të tillë, lufta do vazhdonte akoma. Pra, kemi të bëjmë me balancin. Unë jam i bindur që momentin kur Kosova armatoset mjaftueshëm për t'i sulmu, sidomos këto vendbanimet rreth rrotullt që i kemi, Vranjën, Leskovcin, Rashkën, Kurshumlinë, Serbia do të ndrojë qasjen ndaj Kosovës. Deri atëherë, po, mund të ndodhë edhe një ndryshim i madh apo një relaksim kur të dorëzohet Putini në Ukrainë, dhe ato nuk është larg, dhe nga presioni amerikan dhe i Evropës, por jo të qetësohet apo të zgjidhet problemi derisa nuk forcohet Kosova. Qofsha i gabuar, po kjo është besimi im, kështu besoj unë. Nuk është mendim i momentit. Duke njoftë Serbinë, historinë e saj, duke njoftë mentalitetin serb, duke njoftë kulturën serbe, jam i bindur që derisa Kosova nuk forcohet, kështu do të vazhdoj. Do të na kërcënohen, Prandaj pra se e bëra një shkarje nga lindja e mesme.
Pra, momentin kur, apo nëse i lejohet Arabi Saudite bomba atomike, unë jam i bindur që edhe Turqia do të jetë me njëherë. Besoj që Turqia shumë shpejt e bën për shkak se tashmë ka ekspertë të ndryshëm të fizikës e të kimisë shkolluar gjithandaj, të cilët mund ta realizojnë atë projekt. Siç po shkojnë punët të gjitha fuqitë e mëdha po armatosen me bomba bërthamore. Ndoshta kjo mund ta vendosë një qetësi globin. Në lidhjen e mesme po. Po këto duhet sikur nuk po na japin mësim neve shqiptarë sa të vegjël jemi, sa të papërfillshëm jemi. Ndoshta mësimi më i mirë për ne është ajo që ju e dini më mirë që ndodhi me Ukrainën në 95-ën me Clintonin që e garantoi për të hequr bombat bërthamore. Po, edhe Britania ishte dorëzante atë. Po ju ndodhi çka ju ndodhi tash. Prandaj ndoshta sot nuk do ishte kjo situatë. Urna? Nëse do t'i kishte, nëse do t'i posedonte. Absolut nuk do të. Absolut nuk do të. Jo, nuk do të. Si është ajo frika marun Bostonin, themi neve, shalqinin, ke parasysh. Po, vreshtin. Po e mbyllim me këtë, falenderoj shumë zoti Tali. Ishte kënaqësi, që trajtuam. Ishte kënaqësi, ju përshëndes. Duroj fundjavë të kënaqur.